pushtet, pra ka ndonjë ultimatum zyra, ndonjë mesazha, ndonjë kërkesa, ndonjë gjë që e shqetëson, pra pavarësisht gjithë pushteti, ka diçka që e shqetëson? Po fal, ti ku më fut në burg ata të cilët nesër mund të marrin Partinë Socialiste, mos shqetësim më i madh se ky, ç'a mendon ti është? Pse ti mendon që zoti Meta dhe zoti Veliash në burg se kanë bërë korrupsion? Tani ti e di shumë mirë që ne na akuzojnë avokatët, kemi bërë korrupsion, na thënë korruptuar. Gazetarët i shajnë, policat i shajnë, prokurorët i shajnë, na gjithë na shajnë. Mirë. Tani, unë po të them, u desh spaku që tu kapshin këta që janë të korruptuar, madje këta pas kanë bërë 9 raste korrupsion pasiv. Po mirë, po këta në një moment ku këtu i ka qenë rrumball kanë bërë korrupsion pasiv këta, të dy, përfshi dhe Berishën. Po ky që është kryeministri që ka qenë kryetar bashkie, a ka bërë ndonjëherë korrupsion pasiv? A shëtuar ndonjëherë ky person? Se këta në rezultojnë që kanë korruptuar. Pra, ne pas kemi një shenjtor dhe të gjithë këta që ka djalli i korruptuar. Diçka nuk më shkon mua këtu, diçka nuk më shkon kaq shumë të korruptuar kemi ne të tjerë dhe përtej atij që nuk ekziston korrupsioni. Sigurisht, për mua, përfshi edhe atë prezumimin e pafajësisë, është gjë e shenjtë që unë e kam thënë, nuk prisja t'u arrestonte Velia, thoshte standarde, jashinave që janë këto, ku i bëni ju si i bëni, të dalë viktimën aty duke bërë si ku për qarë. Pra, inderuar të shkojmë pak të rastin Veliaj, besoj se do ta analizojmë edhe këtë rast në një moment të dytë. Tani, këtu kam rastin e zotit Gëllçi, ku arrestua në mënyrë spektakolare dhe rastin e Veliajt dhe merr gjyqtarja e gjykatës së lartë Albana Boksi, më duket se ekziston, mbi emrin e saj. Thjesht nuk kam mendje. Po nuk e di as ajo gjyqtarja. Po nuk e di, po s'ka rëndësi, po është gjykata e lartë e penale. Më korrigjo kur bëj gabime. Se thash partisë. Më korrigjo. Tani këtu është rasti ti nga gjykata europiane të drejtave të njerëzit. Gjykata europiane u çudit shumë me rastin Gëllçi, sepse tha, mirë prokurori ishte i kënaqur me arrestimin në burg të zotit Gëllçi. Po gjykatë nuk ekziston në Shqipëri. Shkalla e parë, shkalla e dytë, shkalla e tretë, gjykata kushtetuese, dhe prisni të flas gjykata e lartë për rastin dhe arrestimin e tij në mënyrë të paimagjinueshëm dhe madje keni shkelur prezumimin e pafajësisë, keni shkelur kovendat ju të reformuar. Ama, kjo është e tmeshme. Dhe gjykata e drejtësisë europiane këtu, gjykata e drejtave të njerëzit, faturën e shqiptarit, pagu 10.000 euro xhaxhi, ti që për qenë partinë që partia fut në burg njerëz. Pagoj, këtu i ke anglisht e ke, po do, merr dhe për teje. Xhaxhi teta, pagoj se janë ato që kënaqeni. U arrestu, futeni kalbeni. Kjo ishte. Vjen edhe thot zotri, nuk e pat ju? Dhe vje dhe unë tani edhe ju them juve, me datën 8 korrik, kjo gjykat, që është gjykata penale partisë gabim, gjykata e ka me emërtimin kolegji penal i gjykatës së lartë, faleminderit tani u kthedhova, duke parë faturën këtu, do të shqyrtoj rastin Veliaj. Tani lind pyetja, ore zotri, po pse ti merresh me gjyqtarin e cila do të merret me masën e sigurisë ndaj zotit Gëllçi? Ç'lidhje ke ti me këtë gjë? Se pikrisht trupi gjykues që do gjykoj rastin e masës sigurisë ndaj zotit Veliaj është trupi gjykues i Thomaj. Që sot hajnë faturën e zotit Thomaj, i cili u fut barbarisht në burg. Kot, edhe madje duke i shkelë të drejtat e tij procedurale. Po pra emëron lirimin atëherë. Shiko, për mua, se unë jam avokat, nuk jam se ato budallëj që janë edhe avokat dhe mbajnë qendrim si budallëj. Unë jam avokat, zotri për mua të gjithë, kur nuk bëjnë vrasje,
duhet të ndëshkohen nga apeli, ose nga momenti kur vendimi merr formë të prerë, që personi thotë unë pranoj që të futem në burg edhe në shkallë të parë, zotëri se e kam bërë krimin. Po kjo nuk ekziston, shkojmë tek apeli që është forma e prerë. Aty zotëri ke të drejtat procedurale dhe aty zotëri merr shtëpinë, valizhet, çfarë do shti veten, rrobat, futu në burg zotëri. Kalbu brenda sepse e meriton që e ke bërë. Por nuk mundet kurse si të bëjmë fatura, xhaxhi dhe teta, që kënaqen duke fut njerëz nëpër burgje, edhe kënaqen që ka drejtësi, mirë, të bëjmë politik dhe të bëjmë karrierë duke fut njerëz në burg se kënaqen disa. Kur nuk e pranojmë këtë? As për Metën, as për Berishën, as për Veliajin, as për Ramën dhe as për një njeri nuk e pranojmë këtë gjë. Dhe nuk mund të jemi në mënyrë diskriminuese njërin të ma fusni në burg, e tjetrin të ma bëni të bëj parad mode. Tjetrin ma fusni në arrest në shtëpi, dhe tjetrin ma bëni të... Pra, do të thotë që nuk quhet kjo për mua drejtësi. Kjo është thjesht një përdorim, një keq përdorim të shqiptarëve të jetojnë në varfëri, se kështu është Shqipëria, që është e gabuar, dhe shqiptarët të thonë që ne nuk bëhemi si ky vend këtu, se na duhet një huaj, dhe të vjen një huaj dhe kapakun këtu, dhe të lënë 3 vjet pa gjykat lart, pa gjykat kushtetuese, dhe në fund fare shqiptari vret shqiptarin dhe ai tjetër shkon mbaro punë këtu se ka degeneruar gjithë muhabetin në këtë vend. Pra, duke marrë këtë si një referencë dhe duke thonë, më falni zotëri, spaku nuk është drejtësia, doni të inkurajojmë drejtësinë, po zotëri. Kush e respekton këtë këtu pa ndikim politik partijak, pa ndikim emocional dhe pa ndikim që nesër mund të përfitojë në një gjë e cila është pro ti dhe të përdoret si prezervativ nga pushteti, kush e respekton këtë, do të ketë gjithmonë respekt. Do jetë gjyqtar, do të jetë prokuror, do jetë njëri që bazohet mbi këtë edhe jep vendimari dhe nuk ka ndikim dhe nuk përdoret si prezervativ, po ai nuk do gjej kur problem në të ardhmen e tij politiko, juridiko, thënë si të doni, gjatë kohës ku ushtron detyrën duke u bazuar mbi këtë akt. Por nuk duhet të bazohesh dhe të mbështetës në takime e atyre që bën me ambasador, në seli diplomatike, duke na shitur ne raporte si ku përbënin hatan në parandalimin e krimit zgjedhor dhe lanë Partinë Socialiste të bënte hatan në mandatet e 83 në zgjedhjet e 11 majit. Kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh. Prandaj them, për mua Meta, Berisha, Beqa e të gjithë të tjerë janë thjesht sa për të kënaqur opinionin publik të jetoj me, më falni për shprehjen, me ignorancën, pa studiuar çdo rast një nga një. Dhe rasti zotit Beqaj që u arrestua, rasti zotit Ahmetaj që u arrestua, për mua janë kot, se janë arrestuar për gjëra që s'kan lidhje fare më fare me rastin politik. Janë arrestuar për gjërat sepse duhet të arrestohet. Është si puna e procedimit që zvarrit, hajde derisa të vi momenti sepse është edhe kjo ngarkimi i opinionit publik. Prandaj të dashur qytetar, ju të cilët keni besuar spakun si një institucion i pavarur, i paanshëm, gjej atë si them momentin, t'ju them reflektoni, sepse spaku punën si Hitleri. Hitleri ç'a bënte? Kur ishte momenti që duhet të mblidhej se kishte bërë hatan, ç'a vriste? Përkthyesit e vet, ushtarët e vet, spionët e vet, të gjithë vetët i vriste. Pse? Se nuk duhet të mblidhen prova të cilët bëjnë që tregojnë qartazi që ka prova kundër atyre që kanë inskenuar prova kundër të tjerëve, por në realitet nuk kanë qenë prova. Janë bazuar në mbi të shërbim.
Prandaj, duke arritur këtë, duke thënë që edhe Zoti Velia për mendimin tim meriton që drejtësinë që vetë e ka thënë që kemi një drejtësi të bukur, ti nënshtrohet asaj, po jo në këtë fazë, në këtë me sigurie, jo me këtë ekstremitet, për të lejuar që